Gjatë mbrëmjes së dieshme, banorët e shtëpisë së famshme patën mundësinë për të treguar historitë e tyre personale, rrëfimet e tyre jo vetëm që prekën njëri tjetrin, por edhe publikun. Mes lotës, Selin tregoi se si një ditë vëllai i saj kaloi kriza epileptike dhe nuk dinin çfarë të bënin pasi nuk kishte ndodhur më parë. Ajo shton se nuk e zinte gjumi pasi natën i ndodhin krizat dhe donte që t'i jepte ndihmë sa më shpejt. Si fillim duhet t'i kërkoj falje Onos nëse mërzitet që po e ndaj me ju këtë. Në shtëpinë tonë kishte ardhur një nga hallat dhe unë isha në dhomën time me një nga kushërirat. Dëgjoj shumë ulërima dhe atë natë luante Shqipëria, nuk e di se më kë. Një ndeshje shumë e rëndësishme. Mendova se ka bërë gol dhe ishin mbrojtëima gëzimi. Kur dal nga dhoma, shikoj që Ono po kalonte një krizë dhe ne ishim vetëm. Mami u trem shumë dhe askush nuk dinte ta ndihmonte se nuk i kishin përjetuar kurrë. Nuk e dinim ç'a bëjnë në këtë rast. Më shkoi mendja për të dalë nga shtëpia jonë dhe për të shkuar te dera e ngjitur e komshinjve. Mbaj mend që çdo natë para se të flija kur gjithë kishin rënë në gjumë, unë kisha shumë të vështirë të flija sepse krizat i ndodhnin vetëm natën dhe nga që isha e vetme që e dëgjora kur i niste kriza, doja të isha konsciente dhe të reagoja sa më shpejt. Ulesha në këtë pozicion dhe lutesha në mënyrën time për të gjetur një zgjidhje, një shpëtim. Onoc vetëm i përsëritej kjo. Pas shumë kohësh, gjyshjet e mi që jetojnë në Amerikë dhe janë dy njerëz fantastik dhe të nderuar, e marrin Onon për ndihmë mjekësore dhe për të kuptuar çfarë po kalonte. Aty kam patur një tjetër thyrje shumë të madhe se nuk isha mësuar të jetoja pa prezencën e tij në shtëpi. Për 2 vite, Ona nuk ka qenë në shtëpi, ka jetuar në Amerikë. Deklaroi Selin mes lotësh.